Mirdita. Këto pakor që në ndajnë nga protesta që inauguron fillimin e betejës për përmbysjen përfundimtare e Edi Ramës dhe narkoshtetit të tij, ftoj çdo demokrate e demokrat, çdo qytetar dhe qytetar, të dalin në sheshin e betejës, të dalin të vinë në Tiranë, të bindin çdo shqiptar dhe shqiptar se një mision i madh na pret, se ky mision është shansi i jetës për çdo qytetar të këtij vendit, shansi i përmbysjes, një lloj si në Bangladesh, në Nepal, Sri Lanka, të diktatorëve autokrat, të cilët pasi vjedhin dhe plaçkisin miliarda kombet e tyre, ja mbathin si armiq në vende tjera. 22 dhjetori është një ditë e shënuar, është një ditë që fton çdo shqiptar. Ftoj të gjitha forcat politike opozitare, të gjitha ata që ndjehen opozitar, pavarësisht nga dallimet që kemi, të bashkohemi sot për të dëshmuar shqiptarëve dhe botës se nuk ka forcë që të na ndalojë dhe ta pengojë pa përmbysur regjimin më armiqësor, më të keq që shqiptarët kanë njohur në histori. Unë kam besim të madh se Tirana po zgjen, se Shqipëria po zgjen, dhe se protesta e sotme do të shënojë kthesën e madhe. Do të shënojë kthesën drejt fitores të çdo qytetarit të këtij vendi, për dignitetin e tij, për familjen e tij, për të ardhmen, por dhe vendin dhe kombin e tij. Faleminderit. Ambroze Meta nga Syri Televizion. Duhet t'ju pyes për skenaret e protestës. A do t'jetë një protestë si ato që kemi parë në vijim ku përfaqësues Partisë Demokratike apo qytetarë marrin fjalën dhe pastaj shpërndahen për të shkuar në shtëpi, apo do të jetë një qëndres më gjatë, se ju më herët keni diskutuar dhe opsionin e grevës apo të qëndrimit? Së pari, do sqaroj, kjo është një proces inaugurale. Në kuptimin e asaj që ne zbresim në fushë pasi kemi bërë çdo detyrë, pasi kemi faktuar çdo gjë, të betuar që do vazhdojmë luftën tonë deri në përmbysjen e regjimit. Kjo është, ne filluam këtë me foltorën para kryeministrisë. Jo të paktë ishin ata që e përqeshën atë, gabuar. Ajo kishte një mesazh, se ai shesh do të jetë sheshi i lirisë. Vazhduam në parlament, pasi opozitës ju muar çdo hapësirë kushtetuese.
zbresim në shesh, pasi Edi Rama përdori gjykatën kushtetuese, organin më të lartë, për të firmosur licencën e vjedhjeve të tij dhe qeveritarëve të tij pa u shqetësuar. Dolëm në shesh pasi Edi Rama bllokoi tentativën e fundit të prokurorëve për heqjen e imunitetit. Pra, këtë protest do ta mirni si një proces i cili ndalet dhe njëherë. Proces që do jetë një ansambël i tërë dhe ndalet vetëm në rrëzimin e Edi Ramës ose shuarjen e opozitës. Dhe me qëndrimin sa i përket çështjes së imunitetit të Belinda Ballukut. Kryeministri Rama ka paralajmëruar dje se ai dhe Partia Socialiste nuk do ta japin autorizimin para datës 22 janar pas shqyrtimit nga gjykata kushtetuese. Si do veprojë opozita? Ju do ta pranoni këtë fakt apo do të bëni përpjekje dhe ndonjë aksion në mënyrë që Këshilli i Mandateve të mblidhet më herët për të përcaktuar këtë çështje? E drejt pyetja, ne do bëjmë çdo përpjekje të parashikuar në ligjit e vendit, por, do i bëjmë ato në bindjen më të thellë, se Edi Rama, pa dorëzuar veten e vet, nuk dorëzon Lubi Ballukun. Sepse, në qoftë se, siç keni ndëgjuar ju, nga dosja e plot edhe këto dytat, dëmi dhe vjedhjet shkojnë në 1.2 miliard vetëm në këto dosje që janë shqyrtuar, aty hajduti parë, përgjegjësi parë është Edi Rama. Por krahas tyre, ju keni ndëgjuar se ka dalë dosja e Kunatit, e Baxhanakut, e kopshtit privat të Edi Ramës apo Akshit. Lullet e ati kopshti i u ishte Linda. Po jo Linda e Akshit, Linda e Surrelit. Kopshtari ati kopshti ishte Frangu, Kunati i saj Baxhanaku i Edi Ramës. Se në atë kopsht shtetëror ishin marrë 3 pengje dhe ndofta gjëra tjera më të mëdha që mund të dalin. Pra, Edi Rama e ka shumë të qartë. Saj mbi të rëndojnë krime të përmasave që dalin jashtë parashikimeve. Ju shifni. Jeni 3, por 30 vite më parë, 25 vite më parë, kur binin njëri pas tjetrit diktatorët afrikan, Idi Amin, Bokassa, Obote, Mobutu e tjerë, ata janë mbathnin dhe u dilin kontët bankare në banka miliarda euro. U dilin arkat me diamante, xhavahire e tjerë. Në këto përmasa kanë arritur, siç e shifni ju, vjedhjet e Edi Ramës dhe bashkëpunëtorëve të tij. Në qoftë se Lubisi janë gjetur 300 apartamente dhe thuhet mund të ketë edhe 50% më shumë se kaq. Janë gjetur 14 supermarkete në rreth e saj, e tjerë, ju garantoj se ato të Edi Ramës janë të paktën 8-10 herë më të mëdha se sa atë Lubis. Pra, kemi të bëjmë me këtë situatë, ndaj dhe opozita zbret në shesh me misionin e qartë, më të qartë se kur të shporim këtë narkodiktaturë. Kjo është. Zoti Berisha, për të ndaluar edhe një herë tek protesta e ditës së sotme, cili do të jetë basti i Sali Berishës, numra që do të zbresin në shesh apo simbolika me cilën do të luaj Partia Demokratike sot? Idealet, forca e tyre nuk matet kur me numra.
një gjë ka provuar historia, që nuk ka asgjë më të pathyeshme se ato. Dhe mos harro një gjë, se mësimi i historisë Shqipërisë dhe shqiptarëve nuk them se është unik, por them se ka vlerë botërore. Pakica që kanë fituar kundër stërshumicave, si në Shqipëri, si në historinë e Shqipërisë, nuk gjen kund tjetër. Ndaj dhe ne dalim aty me guximin e shqiptarit, me idealet më fisnike të njeriut, për të larguar këtë njeri që mori në gjykatë kushtetuese licencën për të vjedhur sa të doj. Jo. Mund të jap gjykata, po populli do të jap, populli do të jap grisa të letra atij. Paralel në bulevardin Dëshmorët e Kombit, teksa po bëhen përgatitjet për protestën e Partisë Demokratike, vijon që të mbahet protesta e Adriatik Lapajt. Do të keni një ftesë sërish ditën e sotme, apo pas refuzimit që zoti Lapaj ka bërë protestës suaj, tashmë rrugët, po themi, për protestat janë të ndara? Lapaj ka patur dhe do ketë mbështetjen time për sa kohë gjendet në protest. Dhe jo vetëm Lapaj, po cili do qytetar shqiptar që proteston kundër kësaj qeverie, ka dhe do ketë mbështetjen time. Ftesa ime për Lapajn, për të gjithë partitë opozitare, është të bashkohemi kundër kësaj të keqje të madhe. Përndryshe, kuptohet, kryetari një partie ka projektin e tij, dhe unë këtë s'mund them, por ftesa është e hapur. Fundit, kur është diskutuar çështja e sjelljes së opozitës në kuvend, në kushtet kur kryeministri Edi Rama vijon edhe në rastin e Këshillit Mandatit, të fitoj kohë me numrat e tij. Në seancën e fundit nuk pati normalitet në parlament. Cila do të jetë sjellja e opozitës në parlament? Ju do të riktheheni më në tryezat e reformës zgjedhore, në tryezën e reformës territoriale dhe do të vijoni sjellje normale në parlament, apo me ngjarjet e fundit që kanë ndodhur nuk ka, si të thuash, kthim pas në një sjellje normale të kuvendit? Parlamenti do të shtrohet në tempullin e lirisë të shqiptarëve, siç është në kushtetutë. Betejë jonë vazhdon në parlament, rreth tij, jashtë tij dhe kudo. Thash, kur ndonjëherë nuk jemi gjetur kaq rrugë shtruar dhe punë mbaruar, po të themi kështu, si kësaj here për të nisë betejën tonë. Në parlament, ajo që pat ju, erdhi pasi u mbyll çdo hapësirë ndaj deputetëve të opozitës. Mbrapa çfarë ndodhi? Edi Rama, pasi mori pushtetin gjyqësor me gjykatën kushtetuese, mori parlamentin, bllokoi heqjen e imunitetit, duke shkelmuar me të dy kamët rregulloren e parlamentit, e cila në mënyrë taksative detyron kryetarin e parlamentit që sapo të marrë kërkesën për heqje imuniteti dhe arrest të deputetit apo ministrit, t'ja dërgoj këtë kërkesë për shqyrtim Komisionit të Imunitetit dhe Mandateve. Dhe Komisioni i Imunitetit dhe Mandateve shqyrton kërkesën dhe është i detyruar sipas rregullores brenda 2 javëve të paraqesë raportin në seancën e parë si pikë të parë të rendit disë në seancën e parë të parlamentit pas hartimit të raportit. Edi Rama, në mënyrë që s'ka ndodhur kurrë, i tmerruar, pezuloi punimet
e Komisionit Mandate, Këshillit Mandate, Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve, pezulloi papritmas punimet, nuk caktoi datë tjetër për të mbledhur Këshilli dhe deklaroi dje se ajo çështje kalon kur do na hy pas vendimit të gjykatës që i dha licencën për të vjedhur Lubi Ballukut, i dha licencën Edi Rams për të vjedhur, i dha licencën për të kërcënuar dëshmitarët, për të falsifikuar dhe manipuluar dokumentat. Prandaj thash, janë bërë të gjitha, jemi tani më të kthjellë se kurrë. Pra, për ta kuptuar se kjo është e pyetja, në këto kushte, a ka kuptim që të vijohet me një sjellje normale në parlament, edhe në kohën kur nesër pritet të përjashtohen shumë deputet të opozitës. Dhe këtu për ta vazhduar pak pyetjen, ka një druajtje të opozitës nga ambasadat që ndoshta nuk po e skalon sjelljen e saj në parlament? Kush? Druajtje të opozitës nga ambasadat, nga reagimi që mund të ketë ambasadat nëse do kishte një eskalim të situatës në parlament? Opozita e ka shumë të qartë që Edi Rama po bën çdo gjë për të mos e kaluar në parlament këtë. Kjo nuk ka dyshim. Spostimi sipas tij dhe jo sipas parlamentit, sa i mori është puç. Këtu kemi të bëjmë me një puç antikushtetues. Ai pasi mori pushtetin gjyqësor me një vendim korruptiv të gjykatës kushtetuese, ai mori parlamentin, pushtetin e parlamentit. Pezulloi. Dhe tha pas vendimit gjykatës, jeni sigurt që mashtron, por nuk ka rëndësi për ne. Rëndësi ka që kreu një puç, mori pushtetin e parlamentit. Për sa u përket qëndrimeve tona, ne nuk bojkotojmë parlamentin, luftën do ta bëjmë brenda në parlament me të gjithë fuqinë tonë, me të gjithë mbështetjen tonë. Ne do e shtrojmë parlamentin përsëri në tempullin e lirisë të shqiptarëve. Ne e kam deklaruar, nuk marrim pjesë në asnjë nga komisionet në të cilat negocioheshin reformat me narkomazhorancën. Por parlamentin nuk e bojkotojmë, do zhvillojmë luftë dhe betejë aty, si kundër, në shesh, në rrugë, në greva, në demonstrata, në gjitha format. Tani, nata dhe dita, toka dhe qielli janë tonat. Nuk ka më. Ja. Opozita është e vendosur, e betuar të përmbush misionin e saj. Pyetje tjetër? Juftoj ta përcjellni atë protest me dashuri dhe simpati. Mirupafshim.